Shëndetje miq. Sot do flasim për zemërinë. A ndjen ndonjëherë zemërimin? Si flak që nuk e kontrollon? Si zjarr që fillon nga diçka e vogël. Një fjalë, një shikim dhe pa pritmas, bum, djeg gjithçka rreth teje. A ke vënë shpesh, nuk është për fjalën, por për boshllëkun brenda vetes. Shumë prej nesh e fillojnë jetën me sugjestione të errta. Që në fëmijëri, ti nuk je i mjaftueshëm, dikush tjetër është më i mirë, nuk dia dalësh kurrë, e shumë të tjera. Këto fjalë mbeten brenda. Tek po rritemi, kryejnë një boshllëk. Egoja shpesh na ëmbëlton, duke u munduar të na mbush boshllëkun. Me kenari, për treguar që jemi dominues në shoqëri. Dhe shpesh për të treguar zemërinë. Zemërimi lind si mbrojtje, si mënyrë për të mbrojtur vetvete, por shndrohet në zjarr që djeg jo vetëm ne, por edhe ata që janë pa përgatitur. Mendo për një çast. A ja vlen për një kafe, për një fjalë gabuar, për një rrënjullim, për një pulë. Të digjesh vetë, familjen tone, si dhe një person tjetër. Të gjitha për një iluzion të vogël. Zemërimi na bën që shpesh të harrojmë se ai tjetri është armiku. Në fakt armiku është boshllëku, brendshëm. Si dhe sugjestionet e hershme, që na thanë që në vegjëli, shpesh je djali i babit, trimi i babit, apo djali një pidajës, një pixhaxhit, dhe u rritën një pjesë e madhe e shoqërisë për të treguar që jam dikush. Dhe kjo bashkë me mllefin shpërthen shpesh tek njerëzit e papërgatitur, duke pas vrarë. Kjo po ndodh në Shqipëri dhe shpesh po përhapet edhe në vende kudo që ka migrant shqiptar, që në Itali, Gjermani, Britaninë e Madhe, në Amerikë. Tek po rria me një mik timin, që është edhe këtu me mua, një djalë nga Përmeti që realisht e du fort dhe du të them që të gjithë zona e Përmetit është ndoshta ajka e durimtarisë të popullit ton, sepse në vendet e tjera shpesh jemi si fuqi i baruti. Kjo video në vetvete është që t'i flasin vetës gjithë, që tek unë, që tek ti që po na ndjek, dhe pse jo, edhe ta shpërndajmë tek tjerë, që duhet kuptojmë në çdo konflikt, në çdo ngjarje, pyesim veten, çfarë fitoj? A ja vlen? Shumë nga ju do thoni, kur është e momenti 5 minutshit, askush nuk punon këte. Jam dakord. Por edhe shumë nga ata që kanë atë buzëqeshjen, kur dikush e ka pa deliri dhe do të tregoj në sytë dashurës, në sytë gruas, që historikisht ka treguar që ai nuk është. Por sepse shpesh ndodh që edhe shumë djem kur martohen, për shkak se kanë boshllëk të mrenshëm, duan të tregojnë dominim me do me s'do, edhe pse nuk janë të lindur për të qenë dominues, sepse dominimi vjen pa i tregu askujt që je dominues. Ka dhe nga ata që këto janë konflikte të përhapura në shumë qarqe të shoqërisë tonë. Siç e thash edhe në migrim, po dëgjojmë raste kur ulemi në kafe me shok, që shumë djem
nga smi tjertë. Pa arsye. Kruan korrizin, ka raste bollëgjese duke i prek tjertë, ftyrë, fjalët e banalitetit, maksimum. Pse? Çdo fjalë që e nxjerr ka i tjetri duhet mënojsh edhe për veten tënde. Çdo veprim që e bë ka i tjetri duhet mënojsh po sikur të ndodhi ty. E shpesh shoqëria hesht përpara këtyre rasteve dhe pastaj fillojnë ngjarjet. Sepse çdo njeri i heshtur nuk është vetëm. Ka njerëz apati. Siç dihet, fryma e shqiptarëve është grup familjar, ka daja, ka xhaxhallar, ka kushëri, ka vëllezër, si dhe kanë rreth shoqëror. Askush nuk është vetëm. Të gjithë kanë njerëz rreth vetes. Pse duhet të insistojsh për ta nxjerrë keq atë tjetrit? Kur pasojat janë fatale, si për ty, si dhe për atë tjetrin që është i paprgatitur, sepse ai ka një orientim tjetër. Dhe shpesh të ndodh që ato që bëjnë varre po janë shumë të lumtur, sepse pushtohen. Nga se pushtohen. Në këtë fenomen ka faj edhe struktura e shtetit. Për 30 vjet këto gjëra duhet të jenë më të vëmendshme, sidomos këto si që kanë qenë qytë në kohën e Enverit, spionat 300 lekësh apo çfarë janë ato, kam pse spionojnë për gjëra ordinare, momente që shikojnë dikë ose një konflikt që mund të vlojë, përgatitet shteti, të ftohen gjëra. Ne si shoqëri do jemi shumë herë më të mirë, më të kompletuar, më me harmoni dhe një popull kaq i vogël kur e gjithë bota, sidomos në Ballkan, kur dihet e gjithë Ballkani na urren. Pse të urrejmë edhe njëri tjetrin? Pa arsye. Të gjithë jemi holl, aq e vogël sa Shqipëria, o miq, o kushëri, o shok, o dalim të njohur të gjithë njëri tjetrin. Dhe kjo është një mënyrë që shpesh është e pashpjegueshme, disa thënë janë magji, disa thënë janë mallkime të paraardhësve, disa thënë magjia zeze e priftërinjve serb e slav. Ka edhe diçka nga këto. Ndoshta në videot më vonë do sjellim diçka, por edhe sugjestioni që fëmijë është shumë i dobishëm. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shihuni në videot e tjera, ju përshtes.